Dashur miqë, Mikel Shari, kthehemi te Olti Curi TV për të folur sot për Fermën, sepse Ferma 3 filloi mes një zhurmë shumë të madhe. Do jetë Sony erdhi, Vispupa do jetë, Mozameti do jetë, erdhi Jonida Maliqi, erdhi një reklam shumë e madhe me këto emra të mëdha. Spektakli filloi gjithmonë duke krahasuar Vizioni me Top Channel, por Top Channel ka shumë vite që bën Big Brother dhe krahasimi është i pavend. Problemet me audion, kamera të mira në studio, po tek banorët e Ferma ishin pak më ndryshe cilësia. Këto janë gjëra që flasin profesionistët e regjisë edhe të teknikës së prodhimit. Arbana ishte në një logo të re, po ajo që mungoi ishte logo e Vision Plusit. Pa që ishte vetëm Ferma VIP në ekran dhe nuk ishte Vision Plus, çka ka ndodhur. Dhe për këtë do na flasin prap specialistët, ose do kenë një gjë brenda produksionit televizionit, gjëra që duhen marrë vesh me hollësi. Ajo që më habit është një ftesë që po e shikoni këtu, që Mozameti duhet jetë në Paris në 15 prill. Po ç'a do lë Fermën? E pa drejt. Kjo është e pa drejt. Dhe pikërisht për këtë do flasim sot në takimin tim modest, në një emision modest me një sigël modeste. U njoftua me një pritshmëri shumë të madhe Ferma VIP, sepse u përmendën emra të mëdha që do ishin aty. Emri i parë ishte Luizelli, në fillim si Qajai dhe më pas si opinionist, por u rrëzua ky emër. Më pas ishte Arjan Çani, një nga emrat e përmendur si opinionist, Jacqueline Lekatari. Madje edhe emri im është përmendur si një opinionist i mundshëm në primet e Ferma VIP, por një gjë që nuk u konkludua. Dhe në fund fare, emrat që qarkulluan ditët e fundit, ato ishin për opinionistët që ishte Ermal Mamaqi, Angel Shkira dhe Armina Mevlani, që bën prezantimin e tyre dhe ishin ata që pritëm në puntatën e parë, sepse dinamikat nuk kanë filluar dhe opinionistët nuk kanë çfarë të thonë në një gjë të madhe. Pra imi ishte në eksperiencën e Arbana Osmanit, e cila e mori spektaklin në fillim nga ora 9 dhe e çoi deri në 2 të natës me ritmin e saj që Arbanës nuk i mungon. Kishte defekte teknike, audion e në shtëpina erdhi me vonesë, duke parë drejt për së drejti, u fol për cilësi kamerash ndërkombëtare, gjëra të tilla si këto, ndërkohë që studio na erdhi shumë qartë në ekran, ndërsa cilësia e Fermës në ekran vinte pak më ndryshe. Ndoshta kanë mbajt kamerat e mira për të shitur spektaklin në studio dhe ato që i kanë pasur kamerat e tjera i kanë çuar tek Ferma. Këto janë disa gjëra teknike të cilat specialistët i shikojnë dhe i komentojnë gjatë gjithë primit dhe gjatë primeve që do ndodhin në ditët në vijim. Ndërsa për sa i përket hyrjeve, duhet thënë se emra kishte plot. Ishin emra të njohur, edhe të panjohur, por megjithatë shumë shpejt ndodh në reality show që barazohen të panjohurit dhe të njohurit, vinë për dinamika të ndryshme, na bëhen të gjithë të njohur. Mjaftojnë sa të fiksojmë emrat, sepse dihet që gjysmës gjithmonë nuk ja fiksojmë emrat, siç ndodhi edhe me Bigun, i cili është duke mbaruar këtej nga ana tjetër nga Top Channel. U bën shumë krahasime me cilësinë e spektaklit në prime midis Ferma VIP dhe Big Brotherit, por duhet thënë që Big Brotheri ka 15 vite që bëhet, një televizion me shumë rëndësi, me televizion të investuar dhe krahasimi është pa vend ende. Duhet kalojnë shumë vite nga Ferma që ne për pas t'i krahasojmë dhe të shohim se si bëhet nga njëra anë dhe nga ana tjetër, nëse mund t'i bashkosh të dyja spektaklet bashkë për t'i krahasuar, sepse është shumë e thjeshtë bësh krahasimin, por shumë e thjeshtë nga ana tjetër të kujtosh që njëri televizion, rasti konkret Top Channel, ka shumë vite dhe njerëz specializuar që prodhojnë reality show. Por çfarë ndodh? Sot çdo gjë që prodhohet në ekran përfundon e thërmuar në meme, në momente virale, në rrjetet sociale dhe duket se televizioni tani është bërë një shërptor i rrjeteve sociale. Dhe për sa i përket kësaj, duhet thënë që në puntatën e parë, datshme të ftuarit që ne nuk menduan që do kenë pranuar. Unë personalisht kam menduar që Sony Malaj do pranoj të shkojë te Ferma, po ashtu dhe Jonida, dhe kur i pash aty Jonida Maliqi, Sony Malaj, Vispupën dhe të tjerë, thash wow, bravo. Pra nuk ka qenë vetëm reklam nga produksioni, por vërtet i kanë mbushur mendjen këtyre emrave për të qenë brenda shtëpisë dhe do i shohim se si do raportohen aty brenda. Por qershia mbitor, ajo që i dha nota viraliteti spektaklit që natën e parë ishte Mimoza Ahmeti. Kjo Osmani tha, si e ka emrin, për Arbana Osmanin, prezantuese, kokën e spektaklit, imagjino çfarë do ndodhi me të tjerët.
Po, Moza Ahmeti emrin Arbanës e kishte fshirë që natën e parë. Imagjinoni pak impenjimin e Mozës, për t'u treguar e dashur me produksionin, prezantues, opinionistët e kështu me radhë, të cilët kanë përshtypjen se çdo natë do i pyesi kush po flet, kush je ti, kush është Angeli, kush është Armina dhe kush është Ermali nga ju të tre që po flisni. Nëse kjo është për t'u parë, por momentet ishin sidomos kur nga fundi i spektaklit, sepse po zgjati shumë, zgjati deri në 2 të mëngjesit, të gjithëve na vinte gjumë dhe Moza Ahmeti mori guximin dhe shkoi të flinte. Pra ne shikuesit nuk shkonin të flinin, Moza u fut në krevat me gjithë rrobat e Prime-it dhe ishte ai momenti epik që imituam të gjithë, që u bë viral, që e ngriti spektaklin në një tjetër nivel nga viraliteti në rrjetet sociale, kur i tha Arbana po flen, jo tha po takoj pak veten. Moza Ahmeti e domosdoshme për fermën. Por çfarë ka ndodhur? Kjo ftesa që shikoni këtu çfarë është? Kjo ftesa që shikoni këtu është një event L'Est Ouest dhe zhvillohet në 15 prill në Paris. 4 longe de femme titullohet. 4 gjuhët e femrave. 4 gjuhë nga femrat, si të doni e përkthejmë, dhe bëhet fjalë për një listë emrash që vijnë nga shkrimtare dhe është Linda Maria Barros, Laure Cambro dhe Mia Lecomte. Mes tyre edhe Moza Ahmeti. Po ku është problemi? Problemi është që ky event ndodh në Paris sipas njoftimit zyrtar që shohim këtu në poster, në datën 15 prill, që duke u kujtuar që data sot është 29, mos u gabofsha, i bie që ne Mozën e kemi dhe se kemi as 3 javë brenda fermës VIP. Kjo nuk është e drejtë fare. Në qoftë se Moza ecën me ritmet e ditëve të para, dhe unë kam përshtypjen që Moza vetëm sa do të vijë dhe do të bëhet interesante. Publiku nga fillim dhe publiku i Gen Z, brezit të ri, 20-25 vjeçarëve që i duket Moza me të folurin e saj elitar, të rafinuar, të një shkrimtarje të formuar, sikur vjen nga një botë tjetër, ato do e dashurojnë, do e kuptojnë dhe do bëhet e domosdoshme në këtë lojë që është ferma VIP. Ndoshta jo për të mbjellë lopët, jo për të punuar tokën, jo për të mbledhur vezët, jo për të mbledhur tokën, por Moza Ahmeti forcën e saj ka te fjala. Është bërë shumë e dashur për publikun, është bërë shumë virale, do bëhet edhe më shumë, kështu që nuk duam llafe, produksioni do të bëjë të pamundurën që këtë eventin ti thot Mozës që do mbaroj ferma, do ta organizojmë edhe një herë tjetër në Paris me çfarë do të kostosh, por ti nuk do lëvizësh në datë 15 prill, sepse në qoftë se do të lëvizi, atëherë i bie që ferma nuk do të jetë më ferma që po shohim sot. Janë orët e para të fermës, duhet të thënë, mos themi ditët e para, po janë orët e para të fermës dhe duhet parë Moza Ahmeti si një personazh kryefjal në këtë spektakël. Me siguri, edhe të rinj, të cilët ndoshta nuk i kemi fiksuar mirë emrat, por dhe emrat të konsoliduar, do të shtyhen dhe me bryla do t'i bëjnë vend emrit të tyre në këtë spektakël, me dinamika, me grindje, me fitore, sfidash e gjëra të tilla si këto. Po për momentin, ajo që ne po e ndjekim fermën është Moza Ahmeti. Kështu që kjo ftesa këtu më duket një provokim shumë i rëndë, sepse duhet thënë që ne Mozën e duam në spektakël. Ose le t'i japim 2-3 ditë leje të shkojnë në Paris, të mbarojë eventin letrar dhe të rikthehet, sepse po e shikojmë dhe po e besojmë që ne na duhen spektakle reality show. Populli nuk don, e kuptohet që publiku dhe fansat e këtyre spektakleve nuk duan më sherrin, nuk duan më debatin, nuk duan më në thonjza përgjakjen me fjalë mes njëri tjetrit, ofendimin, futjen e historive familjare, personale, seksuale, morale, por duan të zbaviten, duan të qeshin. Dhe Moza e ka realizuar këtë mision që në orët e para të fermës, kështu që Moza Ahmetin edhe në pomos të ekzistonte, ne shqiptarët duhet ta kishim shpikur. Kështu që produksion, Mozën mos na e largoni.